Kryeministri Edi Rama nga konferenca e 7 kombëtare për të drejtën e informimit e quajti absurde mosdhënien e informacionit për qytetarët dhe median, një deklaratë e fortë në letër e drejtë, por që bie ndesh me realitetin që shumë gazetarë përjetojnë çdo ditë, veçanërisht në një qytet si Vlora. Sepse nëse fjala e kryeministrit do të ishte standardi i zbatuar, Vlora sot do të ishte një model transparence, por nuk është. Institucionet lokale, nga bashkiat e drejtorit varëse dhe të gjitha institucionet shtetërore, nga AKUE deri tek arsimi, kanë ndërtuar një mur heshtje përballë medias. Kërkon një intervistë për një problem konkret, për një shqetësim publik, për një vendimarrje që prek qytetarët. Përgjigjja është pothuajse gjithmonë e njëjtë. Nuk kemi autorizim, është ndaluar. Dërgoni kërkesë me shkrim dhe shpesh edhe kërkesa me shkrim mbetet pa përgjigje. Mosdhënia e informacionit, siç tha vetë kryeministri, krijon dyshim dhe ushqen konspiracion, por ky nuk është thjesht një efekt anësor. Në Vlorë mungesa e transparencës është kthyer në praktikë të zakonshme, në një mënyrë qeverisje që shmang llogaridhënien. Heshtja nuk është rastësi, është zgjedhje, dhe kur institucionet zgjedhin të heshtin, qytetarët fillojnë të dyshojnë se diçka fshihet. Media nuk kërkon favore, media kërkon informacion, sepse ky është detyrimi ligjor dhe moral i institucioneve publike. Kur gazetarëve u mbyllen dyert, nuk dëmtohet vetëm media, por e drejta e qytetarëve për të ditur se çfarë bëhet me parat, pronën dhe vendimarrjen publike. Prandaj deklaratat nga podiumet kombëtare nuk mjaftojnë. Nëse mosdhënia e informacionit është vërtet absurde, atëherë ky absurditet duhet të marrë fund aty ku është bërë normë në institucionet shtetërore dhe ato lokale. Përndryshe, fjala mbetet fjalë, ndërsa realiteti në Vlorë vazhdon të jetë një realitet i mbyllur, i heshtur dhe thellësisht jo transparent.